Të jap dhe një lajm tjetër. Orin e Bijaj. Në Fier, në listë hapur, është të requr dhe ajo. Mos, këtu tani mos të trondit ka shumë tani. Po mirë mo, ky është fen, unë nuk po merrem dëgjoj. Landi, ti ke qef të merresh me emrat. Kush është kjo? Kush është ajo? Padyshim që po. Unë po them me fenomenin. Dëgjoj, unë jam duke të them. Çfarë do më emrin ne tani? Çfarë do më me emrin? Po jo, mo dëgjoj se profilet e tyre pra do të votojmë. Ti nuk e kupton çfarë po them Ola, po them që s'ka kohë të zvendësosh ata që po ikin, nuk po them unë. Ka ca që do s'ka nevojë fare, bën mirë që ikin, por fenomeni është. Ngelet pa u futur për dëm. Këta njerëz, në momentin kur ka një vërejtje, ka një pakënaqësi, nuk mund ta shfrytëzojnë me zero kontributin e tyre një parti, sepse objektivi madhor duhet të jetë çfarë ishte ajo që bërtisin deri dje. Sa do shkojnë, nëse rasti më të mirë, nëse PT-ja do fitojë zgjedhjet, do shkojnë 71 deputet aty. Nuk mund të shkojnë 140 apo 1400 sa janë gjithë nëpër lista. Kjo tregon një lloj primitiviteti në mënyrë të bërit politik.